shkpus edhe rrëfime edhe natyrisht të dhëna për ta kompletuar atë mozaikun. Parashtrohet pyetja pse ju? Pse grupi juaj ta organizonte këtë? Pse dikush tjetër mos e bënte? A ishte rastësi kjo apo kishte një lloj konteksti të veçantë gjatë asaj periudhe kohore? Rastësi nuk ka pas fare. Ne si student kemi komunikuar mes vete, kemi debatuar shumë herë. Edhe në dhomën tyne, edhe në dhomën tonë, për kushtet dhe ka po shko Kosova në atë kohë. Pas vdekjes titës u po hapta si edhe çap autonomia fillon me cungue dhe të po që koha po shkon edhe se do thot vishin për shtet njerëz të shqiptar forcet që u emëroshin nga Beogradi, si tipi Ali Shukriut, Kolshirokës e shumë të tjerë, që mas poki ka qenë shqiptar, dhe ne shumë herë kemi debatuar me këtë temë, edhe për arsye na morë vesh që të organizojmë një demonstrat, duke shfrytzuar mjedisin studentëve si pretekst, për shkak se aty ka qenë kushtet mjaft të vështira, duhet ndoshta deri 2 orë me prit për ushqim. Dhe kemi shkuar në atë natën kritike në orën 19, dhe kemi ndërprer ushqimin, kemi organizuar me dalë në qytet, kemi dalë grupi i parë në qytet rreth 200 studentë. Kanë menduar atë ditë ka u lut futboll Prishtina me Partizani Beogradit. Atë ditë ka qenë. Atë ditë ka qenë. Dhe kanë menduar që ne jemi tifoz tash, tifoz një nason tash, Prishtinë sa Partizani s'di. Dhe nuk ka intervenuar askush kur kemi dhull parullat. Jo aq politike, duam kushte, poshtë burgjezia, ma vonë ka filluar të lirojnë shumë nga burgu. Dua luduar në Adel Demoqin me Tushkasni që ishin një grup të madh njerëzve në burgje. Atëherë jemi kthyer në mezën studentëve. Tentimi dolës dytë, që në kam bashkagjit tani nashta me 1000 student, jena bloku para 1000 student, kemi qëndruar deri në mëngjesin e hershëm, duke ofruar ata që na bashkangjin tash edhe klasa punëtore. Janë njerëz tjerë ka intervenuar dhe na ka shmenduar me dëshqetës. Inspirimi vinte nga, po e quaj inspirimi politik. Na nuk kemi qenë Adem Demaçi me Tush Krasniqi, dy figura të njohura, adetare, patriotike. As ka qenë inspirimi Enver Hoxha edhe Shqipëria në këtë drejtim? Absolutisht jo. Ne na kom dikum, fakt që na kom dikum nga literatura grupeve ilegale, që i kemi poseduar në konvikt, gjitha i kena pas, na si na kom asnjë grup ilegal në atë kuptimin. Organizatorët e 19 për flasën, në 26-ën po, Bajram Kosovë me këta ka qenë grupe ilegale që bashkangjitë edhe, ne kanë qenë pjesë e organizimit 26-ët, por na ndikun nga këto gazeta, këto revista po, kanë qenë shumë atë në legalitet, kemi lexuar, kemi bërë dhe gjitha. Por në grupe ilegale, na grupi studentëve, po flas për 7, Mehmet Tahirin 8, nuk kemi qenë. Nuk kemi qenë. 8 kisha ndërhyrë të ndikimi, diçka se mos pandej vazhdon Kadriu. Po. Çështja e ndikimit është njeriu është figurë komplekse, merr diçka prej atij. Është një 10 vjeçar ose 15 vjeçar që